Droni këtë që kishte vënë ai që ishte 100 drona të vej. Energjia është shumë e rëndësishme si njerëzit ndikohen, ato që janë distancë ndikohen. Unë do jap 3 prova se si rrethimi jon po funksionon. Se si pjesëmarrja, intensiteti, qëndrimi i korrikut po funksionon. Do jap 3 prova sot që është Kanye West. Do jap provën sot përgjimit të 10.000 qytetarëve. Do jap dhe provën e kësaj si quhet se më gatrove ti. Ti themun temat që folëm pak më herët. Mi thuj se ishin 3 shqiptarët. Kanye West ishte kjo si quhet më se ma theti mua. Ishte Kanye West. Ishte 10.000 shqiptarë të hetuar nga Skënderhite për shkak se kanë gjerë lucën e këto bizneset e oligarkëve etj. Dhe treta kush ishte? Pastaj kemi dhe Sazanin ishën Sazani për Samsonin. Për temat e javës. Kishin bëshin. Ja si kemi. Rama si kam shkruajtur Rama në Francë me Macron. Rama në Bruxelles, skandali 4 milionë euro, si po vazhdon protesta, skandali Skënderhite me 10.000 dhe ishuj Sazanit me Samson. Kjo është ajo që ne diskutojmë para. Okej, dohet të shtoja edhe nga java tjetër parlamentin. Ka rëndësike. Ka shumë rëndësike e parlamentit. Tani më dëgjoni pak me vëmendje. Kemi 3 veprime represive të Edi Ramës dhe lëvizjet e Ramës që të na mundi apo jo. Kanye West ishte një apo kam gabim? Po, është vërtet. 2. Ishte për ndjekjet e 10.000 shqiptarëve apo jo? Po, që doli vetë Skënderhite doli deklarat 20 minuta për këtë gjë. Absolutisht. Kishim edhe reprezentantë e policisë raport me pikërisht protestën. Kishte bënë me parlamentin apo jo? Tani bëni çik llogari shpejt e shpejt. Rama paguan 4 milionë euro për të marrë 40.000 bileta. E morë vesh besoj. Po. 4 milionë euro për 40.000 bileta. 4.2 milionë euro. Tani 4.2 milionë euro për 40.000 bileta do thotë që çuan njerëz falas koncert apo jo. Madje miku im që kishte parë në rrugëve të Tiranës, pasi kishte mbaruar koncerti diku këtej rreth Kashari, domethënë, ku është bërë koncerti, kishte parë adoleshent që s'kan pikën e lidhjes, turma që kishin lënë rrugëve. Kanye West në Shqipëri. Tani po dëgjoj se këtu është perla që do të them sot. Për Rama hodhi 4 milionë euro për marketing apo jo? Për marketing antiprotest apo jo? Ke bërë koncertit Shingeve, koncert vitin 36 për protestën. Po. Tani mesazhi im është ky. Bëni një test tash online. Mos u shkëpusni, mund ta bëni edhe më vonë. Bëni testin dhe shikoni lajmet në botë për Kanye West Shqipëri. Shkruani Kanye West Albania të ditës fundit. Çfarë marketingu? Jo, çfarë do shifni? Kjo është perla. Kanë pagu 4.2 milionë euro kundër protestës. Ndërkohë që kanë bërë reklam protestës, indirekt. Shper. Ju po çaj direkt. Bota nuk i komandon ndrifuga gazetarët e huaj. Njerëzit që merren me lajme ndërkombëtare dhe me lajme muzikore kanë pas si titull në të gjithë botën 4.2 milionë euro. Jo Kanye West në koncert plot me njerëz. Por që Rama ka paguar 4.2 milionë euro në vendin më të varfër, që proteston çdo ditë për të rrëzuar këtë njerëz, është bërë lajm numër 1. Çdo thotë. Rama ka 4.2 milionë euro për Kanye West, për të thënë Shqipërinë e pushteti, ne unë merr Kanye West etj. Në fakt lajmi ku do në botë, provoni, testoni tani, është Rama, pra qeveria shqiptare paguan 4.2 milionë euro për Kanye West, ndërkohë që qytetarët protestojnë për rrëzimin e qeverisë. Me 4.2 milionë euro që ka paguar Rama, ka paguar de facto miliona, dhjetra milion, qindra milion shikime lajmi të 4.2 milionë eurove që ka paguar qeveria shqiptare në vend më të varfër, ndërkohë që qytetarët protestojnë edhe kundër koncertit, por mbi gjitha për të zgjuar Edi Ramën. Pra Rama ka paguar 4.2 milionë euro për të na bërë reklam dhe për protestën. Ka dalë gjithë skenat e vjetra të protestës, ato masivet, ka dalë lajmi flamingove, ka dalë gjitha lajmet, sepse Rama pagoi 4.2 milionë euro. E kuptoni çka ka ndodhur? Ka paguar pronesh Rama. Po. Duke paguar 4.2 milionë euro për 40.000 vende në stadium. De facto, Rama ka reklamuar dhe një herë protestën tonë kudo në botë dhe ka fllihur veten ku gjithë bota skandalizohen se si një qeveri e një vendi të varfër të paguaj 4.2 milionë euro për një koncert privat.
Si ka mundësi avokat që këto e kanë humb fare, domethënë, si këto kanë qenë mjeshtra të këtyre gjërave, Ky është rrethimi. Ta shpjegoj pak që rrethimin. dalin ke rrethimi, po. Rrethim do thotë, ne jemi aty si acit, çdo natë. Dhe ne këndojmë atë këngën. Ke parasysh që e këndojnë dhe fëmijët e vegjël. Fëmijët e vegjël ngolen për shembull, mbledhin ja 15 fëmijë, kishin dalë edhe për tisë Rama jepet dorëheqje. Por dëgjojnë çdo ditë para se të vin protesti, dëgjoj fëmijët nëpër ceka Plazhe. pallatesh, në plazh, po kudo. Plazh. Tani më kap se shumë e bukur. Koncepti është që në këtë moment që ne kemi rrethuar Ramën, ne jemi lajmi. Çfarë do bën Rama? Diversione për të sfumuar, prapë ne jemi graviteti. Vazhdimi i protestës bën që kur jepet lajmi për Kanye West, nuk është më lajmi i koncertit të Kanye West, po 4.2 milionë eurove që e bën Ramën pis kudo në botë dhe gjithën ç'është mër ky. Si më këta kanë pagu 4 milionë euro? Po, Për ndërkohë që koncert për Kanye, po kush pagu 4 milionë euro për Kanye West? Për koncert ka shteti. Në vende më të varfër. Ndërkohë që aty vazhdojnë proteste për të rrëzuar Ramën. Pra, prezenca jonë në protest për ditë është bërë lajm botror për 3 ditë në të gjithë planetin tokë. Është bërë në Afrikë, në Amerikë Latine, në Azi, në Europë dhe në Amerikë. Pse? Se Kanye West bën lajm. Rama dëshë të përdor Kanye West që bën lajm për të marketuar veten. Në fakt marketoi protestën. Dhe fllihej vetëm me 4.2 milionë euro. Ky është rrethimi. Iku një. Pra, koncepti është Rama çdo ditë merr goditje. Lajmi në botë që Rama ka bërë këtë gjë është pjesë e çmontimit të tij si imazh, si figurë i këtij artistit të madh shqiptar. Kupton këtij basketbollistit idiot që shkon me atletet të bardha ke samiti NATO-s dhe është me kput zeza ke samiti i Ukrainës. E kupton ti çfarë idioti? Tani fillojmë. Kemi lajm tjetër, javën e kaluar, që u gjut me pjeshk dhe me vezë në parlament makinat, apo jo? po. E këta bën arrestimet e tjera. Edhe u bën agresiv ta, ke parasysh gjithë ato skenat e tyre. Edhe u lirun ropt, apo jo? Më fal, po kush ishte rezultati i gjithë këtij veprimi represiv të qeverisë? Kur qeveria gjermane, nëpërmjet ambasadorit gjerman, deklaroi, megjithëse kishte raporte të plota të policisë të publikuara zyrtarisht në faqen zyrtare të policisë, në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme, në të gjitha mediat e pushtetit, që dhunë kishin shkaktuar protestuesit. Dhe ambasadori tha, nuk dihet kush e ka shkaktuar dhunë. Kjo do thotë që të huajt nuk e hajnë më dot manipulimin e ndrifugës, sepse në shesh ndodhen agjentura të ndryshme që konkurrojnë me njëra tjetrën për të rrjedhur informacion nga Shqipëria në vendet e tyre, për interesat e tyre. Pasi Shqipërisë, që kam shpjeguar dherën e kaluar, i shulli Sazanit apo i Samsonit, është një çështje me karakter graviteti ndërkombëtar. Shqipëria është në qendër të vëmendjes të lajmeve europiane, të vëmendjes europiane dhe Rama shton këto edhe ke mediat jo politike, me Kanye West me 4.2 milionë euro. Pra e rrit shumë audiencën e gravitetit shqiptar, pasi ti e di se funksionon media, që gazetaria synon që të bëj lajm me atë që është në qendër vëmendjes, apo jo. Shqipëria tashmë përbën lajm të rregullt në media ndërkombëtare dhe arrestimet dhe lirimi nga burgu që bën gjykatësit, se shumë e rëndësishme kjo gjykatësve. Lirimi nga burgu që bën gjykatësit, javës që kaloi, i kanë dhënë zemër protestës. I kanë thonë njerëzve, ej vlla, as gjykatës të mban dot. Se 2 ditë, 3 ditë atje në qeli, me këtë ambient, me këtë energji kaq pozitive, ti i pe kur dolën, tu knu, tu bërtit. Nuk dolën si njerëz të vujt, dolën si njerëz me energji. Më shumë. Ndërkohë dhe ti e pe se si reaguan dhe njerëzit. Dhe gjithë skena vërtetoi që policia po provokonte dhunë. Dhe unë, si shprehita sot spak, me kallëzim penal për Skënder Hitajin, për ndjenjën e vetëm shqiptarëve, kemi bërë gati kallëzimin penal për skenat e organizuara nga policia për të provokuar dhunë ditën e njëjtë para 2 javësh. Tashmë kemi dhe gëzhojat e armëve të gazit të palejueshme që do të çojmë provën spak. Gëzhojat. Ato gëzhoja duhen bërë analizat. A janë të lejueshme të përdoren tek gratë shtatzana? Ke fëmijë të vegjël? Asë kemi punë. Me nge kemi ne. Që të gjithë verën e pushim kështu dhe i kalojmë ne. Për kur të bëjmë atë që bëj ti,
Ke parasysh me shezllon, Me shezllon atje, para parlamentit. Perla. Se harroj që ta ulan balla solli 15 policë solli atje pse dora me shezllon, domethënë. Thjesht për politikanë, për deputetë, për të parlamentarë dola atje thashë kanë paguajtur shezllonin për ju sot. Para parlamentit duke bë plazh atje me termos, sin kohë për qef, domethënë, me trangull, me byrek, me gjona me vete, domethënë. Tani filloi ke parasysh bë goditja e Lucës, më falë, Lucës, po, si ata. Në goditja e Lucës ke reviewt. Ishte kështu, ke parasysh një spektakël që këta thonë po na shkatërrohet turizmi, do vdes nga uria se edhe Rama që dele nxjerr review-t e para 3-4 viteve për Kalani Rozafës në Shkodër, ndërkohë që thoshte që njerëzit e kanë bërë gabimisht, domethënë kjo gjë që kanë bërë këta, e kanë radhë kalaz, domethënë Rozafës në Shkodër duan dëmtojnë turizmin dhe turistët ti largojnë. Fillojmë te kjo puna e turizmit. Nëse ngeli turizmi shqiptar në Durrës e Lucës, turizmin kurrë mos e paçi se pas ka marrë fund. Kjo është idiotësia më e madhe që më të thonë ndonjëherë. Lucën se honep skuq se llogarit kush. Kapaciteti i Lucës për të trajtuar turistët në totalin e vet është kështu as 1 milionte, se zero fare, minimaliste. Problemi nuk qëndron fare ke veprimi i drejt apo i padrejt goditjes së Lucës. Problemi është diku tjetër që është perla. Më thënë, prandaj po them unë që po veprojmë si acid tretje. Çdo ditë që ne shkojmë në protest, ne po sillim një kovë acid. Në kuptim figurativ fjalës, por edhe realisht kur do të analizosh politikisht ngjarjen, më kupton logjikën. Pra çdo kush që mungon në protest është mungon një kovë acid që tret Ramën. Çdo ditë që ne vim bashkë me një kovë acidi, që jemi vetja jon, që jemi si acid duke tretur atë pak a pak. Tani, këtu është shumë interesante kjo që do analizojmë tani. Rama përdor Skënderhitajn, që njësoj si në kohën e regjimit komunist, ku Enver Hoxha thot tekstualisht, pse u ligjet vona do na pengojnë ne? Pas një bazë ligjore, pas një nën kodin penal, se nuk ka. Shkon dhe thot, ke vëtë procedim penal për organizatorët e sumit ndaj biznesit. Tani ka ca rregulla loja. Në kushtetutën tonë, themeli i shtetit ligjor përcaktohet nga pamundësia e shtetit për t'i shkun mendje se mund të procedoj penalisht, mund të dënoj penalisht dikë pa një bazë ligjore penale, që do të thotë, nëse nuk ka një nen në kodin penal për një vepër penale që ti akuzohesh, kjo është antikushtetuese. Kur them antikushtetuese, është ekstremisht radikalisht antikushtetuese. Që thotë kushtetuta s'ta lejon për 1000 vjet. Por ndërkohë ç'a ndodh? Në kodin penal është në 4. I thotë askush nuk mund të dënohet. Pa pas një nen këtu, në këtë kodin këtu. E thotë troç. Tani ç'a ndodh? Momentin që Skënderhitaj del në televizor dhe si analfabet funksional reciton tekstin e Endri Fugës dhe të Bendi Gonxhës dhe të Taulant Pallës dhe të Edi Ramës dhe thot, më të qoni vëmendje, që do kemi filluar procedim penal. Pyetja është, procedim penal mbi bazë të kujt neni vëlla? A ka nen në kodin penal për atë që ka nis Skënderhitaj? Jo. Pse? Se neni që citoj Skënderhitaj në një moment caktuar të interpretiv që bën gazetarët, ka një udhëzim shpjegues po në faqen e Institutit të Inteligjencës Financiare i Qeverisë Shqiptare, që bën shpjegimin e nenit. Dhe këtë shpjegim neni, mashtrim kompjuterik, ndërhyrja kompjuterike, me qëllim këtë e atë. Po, e lexova gjitha pikët edhe sot aty para spakut. Përcaktohet nga aja. Po, siç e lexova sot. Siç e lexova unë, që nuk kanë bërë shqiptarët, ta shpjegojmë pak këtë. Ky material ka ardhur i gatshëm nga jashtë brenda për këtë nenin, për shkak se Shqipëria dhe vendet e tjera të Europës, në kuadër të një bashkëpunimi ndërkombëtar, kanë përcaktuar këtë nen për bashkëpunimin e tyre për të vepruar kundër mashtrimeve financiare. Çka do thotë, nëse ka një kod penal, që ka gjithë Europën brenda, është ky neni, sepse janë bashkëpunimi i institucioneve ndërkombëtare policore në Europë dhe Interpolit dhe Europolit, raport me këtë neni që përcakton fushën. Pra ky është një nga njerëzit më shtjelluar në Shqipëri. Se punë e Zotit vëlla, kuptoni? Tani po them unë është puna cili. Ngelen duke ra ngrat gjithanë. Ata vetëm hapin gratën që bëjnë vetë, po. Bie vetë. Edhe s'gopen, prapë na bëjnë grosë, prapë bien brenda. Dhe te ky neni, s'është gallat me këtë nenin, përcaktohet pikërisht një nga
veprimet më korruptive që ndodhin sistemin ton kibernetik të këtij regjimi, që do hajnë burgje shumë rop nga qeveria për ato që kanë bërë këto 5-6 vjet me ndërhyrjet kibernetike. Ke parasysh rrjedhjet me patronazhisët, me rrogat, me shumë dhënë. Jo iranianët e jo, kjo, Ky duke shteni- vesh kot. Me këtë ne do varrosin ata. Tani ka pesë shumë e bukur si historike. Po duhet më shku mbrapa kësaj. Duhet më ra kokës. Me nge kemi bukur. Unë kam ble Avokat ne shqiptarët i duam çgjona shpejt, kjo është Po, ajo, se kam taku njerëz Dhe shpjegoj- këto 2 ditë që si isha në protestë, që shkova tek familja, takova miqtë e mi, shokët e mi, dhe thoshin, po jo, valla nuk po su bë kjo, madje e shoh edhe koment tu ora nuk kam lexohet. qenë njëru që doja 2 korrik. Po, Ta po. mbyllim këtë punë. Ja, protestë pa dhunë nuk largohet diktator, kjo protestë është absolutisht. politike mbas mendimit tim. Po absolutisht ke drejt, më vetëm problemi është që në këtë rast nuk ke drejt. Po. Siç nuk ka Parim pas këtë drejt, drejt. siç nuk ka pas drejt edhe avokati ke Absolutisht. podcasti para një jave që Jo para jave, para 4 javësh. Por 2 korrik ka qenë para 4 javësh. Analiza ime. Jo, më që bërë edhe një analizë shumë të mirë që Aha, që kishte shpjegova. drejt, që e shpjegove në detaj, këtë po them. Absolutisht, Por mua ka që drejt qenë një ta nga ngoqet podcastet dhe ta më mirë, kingoqet. bravo, po. Tani do ta shpjegoj me vëmendje këtë. Do ta keni Në vëmendje detaj, kjo që do të po. shpjegoj. Në momentin që ky neni në këndvështrimin tim si avokat, do të jetë neni që do varros ta për gjithë ndërhyrjet kibernetike që kanë bërë në Shqipëri, gjithë pjesë që kanë bërë kibernetike në Shqipëri. Dhe këta e përdorën kundër nesh. Këta kanë shokuar të gjithë ambasadat e huaja në Tiranë, sidomos Komisionit Evropian. Pse? Sepse duke qenë se këta din që me këtë nen kanë bashkëpunime ndërpolicore europiane dhe kanë përdorur në këtë lloj gjëje, ata janë shokuar nga pikpyetja e madhe, ore janë idiot apo bëjnë vetë? Për skënderitën me shok. Më thënë, nëse është rënuar figura e drejtorit të policisë në nivel ndërkombëtar ndonjëherë, është ky çast. Pse? Sepse ajo që ka thënë ai idiot ka rënë sy si gabim trashanik ose abuzim absurd me çdo lloj limiti dhe standardi. Ky nuk është neni që mund të përdore nga ky për këtë gjë. Sepse kur ti bën review, ti A di se kanë dalë të fiksi ato polici që ndalin në rrugë dhe thonë të ndal do të vekte te gjopën për këtë shkelje këtij ligji, ndërkohë që s'ja ka idem fare atij ligji që është duke folë edhe ai ligji që ai thotë është tjetër për tjetër nga ajo se çka ka në avokat në rast. Tani gjë është shumë e bukur. Dhe kur drejtori i policisë. Me këtë nenin që këta kanë përdorur, kanë thliqur veten. Pra ky drejtori i policisë ka bërë një figurë di merda. Pra gjithë trupi diplomatik ka menduar se ky është idiot apo bën vet. Pse se ku është sekreti kësaj gjëje? Kur ti futesh për bërë review, për keq apo për mirë, ti ke disa cooking, po ke edhe disa terma reference, ke edhe disa rregulla. Më kupton logjikën. Në çdo faqe. Në asnjë vend nuk thuhet që ti po e bëre këtë gjë, po bën vepër penale. Ma kuptove logjikën. Pra ti je duke zbatuar rregullat e një faqe. Dhe futesh brenda rregullave të faqes. Biznesi kur ka hyrë kjo faqe, Ka marrë parasysh. ka marrë parasysh rregullat e lojës. Po prap është nga individ të gjithë nga shumë individ, nuk Jo, është nga një nuk dorë, po se po gjykoj t'ishin nga kam- një dorë s'më që të kupton. bëj me Nuk po gjykoj kanë bën mirë apo keq. Okej. E kam po bëj avokatin. E qartë. Ftohtë, po analizoj ligjin. Po. Nuk po hy bën mirë apo bën keq. Nuk po merrem fare me këtë temë. Po merrem me gafën që ka bërë policia e shtetit që ran kurthin ton. Këtë po shpjegoj. Pra nuk ra biznesi i Lucës në kurth, ra drejtori i policisë në kurth. policisë, po. Deshi me ngrit budallaj kurth dhe ra vet. Tani ta shpjegoj. Kto i ka dhe dhe i spray që përdoren ndaj nesh, i ka dhe vetë këto. Prit, s'kam shkuar. Me radhë. Tani logjika qëndron që Gomar, duke thënë që po bën procedim penal ndaj nesh për këtë ndërhyrje të organizuar, ka harruar që janë 3 elementet më të njohura në botë. Që këto faqe i pranojnë. Se janë faqe internacionale dhe nuk ka një marrëveshje me qeverinë shqiptare për kufizime specifike, siç mund të ketë për shembull në Amerikë, ku ndalohet bojkoti ndaj Izraelit për shembull. Po. Më kupton logjikën. Pra në Amerikë, po të shkosh ti të bësh bojkot, sepse këtu 1 2 3 4 aty mund të kesh pasoja, po jo penale, civile gjithmonë. Tani ne kemi shumë vite në debat në Shqipëri prej 15 vjetësh për dekriminalizimin e shpifjes. Po. Do ta shpjegoj atë që aty është gafe akoma dhe më e madhe e skënderijit, kur përmendi në e shpifjes. Po kthehemi rrim te kjo herë. Po. Në moment që ti futesh në një faqe me qëllime të qarta për të shprehur mosdakortësinë tënde politike me një biznes, është një fenomen që ndodh më të njohur në botë. Cili fenomen? Fenomeni kur njerëzit bëjnë review jo për arsye të shërbimit që marrin në shërbim turistik, por për arsye politike. Për shembull,
dikush në biznesin e vet ka përzën disa çufa. Më kupton logjik. Për shkak të uftës gaza. Kanë qenë ushtarë, ka vënë për shumë. Dhe çufot bëjnë review negative. Pra këtyre u lejohet apo jo? Po. Tani ku i lejohet këtyre? Pse i lejohet? I lejohet sepse faqja ka njohur të drejtën e qëndrimit personal edhe për motive që nuk kanë të bëjnë me cilësinë e shërbimit. Ai fshin faqja këto, edhe mund t'i fshi faqja. Por nuk i konsideron, më dëgjoj me vëmendje, nuk i konsideron të palishme. Pra të përjashtoj ty nga faqja. Pra ti futesh në Google dhe s'ta ka bllokuar llogarinë e Google. E kuptove logjikën? Për të bërë review, tani fillojmë. Momenti që në rregullat e kësaj faqe nuk konsiderohet ti po bën vepër penale, por faqja ka drejt do t'i fshi review-t. Jeni një marrëdhënie win-win ti dhe biznesi përkatës. Biznesi shfut në faqe për të reklamu, ti e fut për dhënë pëlqimin ose mos pëlqimin tënd. Në të dy palët kemi një palë mes që është faqja, e cila i ka njohur të dyja palëve me rregullat e lojës. Ti do futesh tu, po dhe mund të të shajnë. Ma kuptove logjikën. Po mund të të shajnë, jo thjesht për cilësi shërbimi. Mund të shajnë për arsye bojkoti. Për shembull, nëse ti do punoje me një punë që ti do shisje një produkt që është bërë duke shfrytzuar punën e fëmijëve të vegjël në Azinë Juglindore. Po, siç bën Gjergj Luca. Por jo për Azinë. Yes, ke marrë mirë krahasi, po prit. Ç'a ndodh këtu faqen e Google-it? Që bëhet review-ja. Ke të drejtë që të bësh bojkot, pikërisht se ke këtë referencë politike. Për shfrytëzimi i punës fëmijëve. Të dish si gjobat që kanë pagu kompanitë për këtë gjë, ti kanë mendje. Është hequr e drejta ndonjë qytetari në botë që të godas një kompani si Zara, për shembull, se ka shfrytzuar punën e fëmijëve në Filipine, po themi, apo në Vietnam. Jo. Zara e ka hëngër, por ai që ka bërë review se ka hëngër, përkundrazi, ka pasur ta bëj prapë. Pra koncepti është që këto platforma kanë këto rregulla loje. Tani fillojmë. Platformat janë okay, mund t'i fshin review-t e tuaja. Më kupton logjik, mund t'i fshin. Tani kthehemi në Shqipëri te ky budallajon. Ky budallajon kur tha do bëj procedim penal për këtë lloj gjëje, për 10.000 shqiptar, ka bërë 2 gabime të mëdha. Po janë të rënda këto. Prandaj dhe ka pas reagime ndërkombëtare sot. Komiteti i Helsinkit ka çuar raport ndërkombëtar dhe po vjen nga Evropa, reagimi ka pas nga Parlamenti Evropian. Në momentin që këto faqe kanë disa rregulla loje, dhe rregullat e lojës përcaktojnë mbrojtja e dhënave personale. Ktu fillojmë tash. Momentin që policia e shtetit fut hundat, këtë dhëna atyre personale, ka shkel politike të tyre. Këta idiot, vërtet më futen Google me pa. Vërtet më mbledhin informacion, po nuk mbledhin informacion për 10.000 vetë. Sepse në moment që këta e bëjnë, këta po shkelin një nga principet bazë. Ti do të çosh letër këtyre, po si ato letën, se njerëzit nuk e dinë procedurën. Po, shumë mirë. Kam qenë gjyqë, në oligark. Edhe do të godiste një vajzë, që sot është në Amerikë, për qefin e saj, madje ky u bë sebeb që ajo të ikë në Amerikë dhe të jetë një punë shumë të mirë atje. Se po e persekutoheshin, ishin titur me lul bashkë këtë. Po, ka ndodhur një e keq që të dali një e mirë se. Po kështu është, po punë e Zotit. Karma. Ishte protesta ajo vajza atje. Kishte në Amerikë, të premten për të net protestë 2 net, shton diel. Këta janë shqiptarë. Dhe kjo goca ishte në konflikt me këtë kompaninë, se kishte bërë një review-aj. Po kuptoj logjik. Edhe ata tani po i çëshin letër, ne doshin që të merrshin të dhëna për personin fjalë në Amerikë. Në Facebook. Edhe angazhojnë gjykatën që t'i bëj letër Ministrisë Drejtësisë Amerikës, që t'i merrte Zuckerbergut atje. Edhe fillon procedura, unë kam tallë me nerën atë gjyq, po them, ka qenë spektakël. Natyrisht ne fituam. Po pse po tallsha me nerën unë? Se Ti më shumë argëtohesh avokat, kisha bashkimulen morti, këtë të rjollit kisha përballë. Dhe unë kam marrë me tallë me nerën me këta se ja di nivelin mediokritetin e këtyre. Edhe po ta, me fjalë ka qenë një spektakël i vërtet mënyra si ata doishin të përparojnë se si e trajtonin në çështje. Dhe ata thanë do t'i bëjmë letër, tha Zuckerbergu, tha që të hapi dhënat personale, sepse unë i thoja që hajt gjej dhënat, i thosh. Ha gjej. Ku e ke personin? Personi mund të jetë kushdo. Se unë kështu luja, ke parasysh? Përpiqu, kontrollo, bau, du lëfto, përpiqu. Edhe i çoj letër këta me presion oligarkëve. Gjykata e drejtohet Ministrisë Drejtësisë së Shqipërisë, fiksoni parimet, ti mësojnë njerëzit. Po. Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë drejtohet Ministrisë Drejtësisë së Amerikës. Pra procedurën që duhet ndjeki. Bukur. Ministria e Drejtësisë së Amerikës duhet të drejtojë Zuckerbergut.
Kuptove? Një fillon gallata. Akuza ishte për shpifje. I bëjnë letër duke kërkuar Ministrisë së Drejtësisë që të drejtojë Zuckerbergut. Se kjo është procedura, ti s'ia bën dot Zuckerbergu direkt. E kuptove? Në rasti konkret Google s'ia bën dot. Pse? Se Ramaj ka bllokuar Google në Shqipëri në marrëveshje për të mos monetizuar faqet. Për të dëmtuar portalet. E di vllai shumë mirë dëgjoj. Për të dëmtuar portalet as kanë bërë marrëveshje. Sepse e din këta që po që se Shqipëria futet në monetizim, nuk ka nevojë më asnjë media normale, asnjë podcast normal që të rrit kërkoj sponsor, se ja japin shikimet. Dhe ky është tregu i lirë, shikimet. E zoti, ke interes, ka audiencë. Reklama vjen aty ku ka shikim, apo? Po. Dhe këta i çojmë letër. Edhe unë i thosh, "Ore, kuptoni që po flisni Shqipërinë", thonë mes gjyqit. Do qeshë Amerika me ju. Do qeshë me Ministrinë e Drejtësisë, do qeshë me gjykatën, e natyrisht do qeshë me këtë budallajn tonë që është oligark i pasur, bashkimule, çfarë është ky? Goca vetë përfaqësonte si përfaqësuese. Ka qenë një qyfyre e papar kur ka ardhur përgjigje nga Amerika. Ju përgjigj Ministria e Drejtësisë amerikane, Ministria e Drejtësisë shqiptare. Në Amerikë tha, liria e shpresës është e shenjtë. E sugjeroj këtë detoj fjalët e letrës. Është e shenjtë. Në Amerikë tha, liria e shpresës mbrohet. Askush në Amerikë nuk mund të kërkojë që të cënohet penalisht liria e shprehjes. Pra e fillon të i bote i hyri këtu. Fillon të i gjutë ca shmulla, pau, ke parasysh, me siston drejtësisë dhe gjykatës shqiptare. Pas e fillonte marrëveshje që ka Shqipëria me Amerikën për shkëmbim informacioni dhe për të ndërhyrë, për të mbledhur informacion, lidhet me krimin kibernetik, i cili është i përcaktuar se çfarë është. Dhe unë sapo ta shpjegova që në momentin që ti ke bërë review, ti duke shkel nenin i cili presupozon që ti duhet të bësh mashtrim nëpërmjet ndërhyrjes. E kuptove logjikën. Nëpërmjet prezantimit mashtrues, siç është për shembull, ai thotë unë jam një doktor i famshëm, do lë një trashëgimi, ke parasysh ky është mashtrim, që të fut tynca që dhe do jep dhëna të rreme. Njerëzit janë fut me profilet e tyre të Google-it, ke parasysh, për kokën e qefit vet. Dhe sipas rregullave të Google-it, ku nuk të kërkon që ti të kesh emrin e vërtet. Pra kanë zbatuar gjithë parimet, gjithë rregullat. Dhe ata i thanë këtyre idiotëve tanë që mos investoni në korrespondencë për çështje të tjera, gjëra që kanë lidhje me këtë marrëveshje ndërkombëtare që kemi në Shqipëri. Ka qenë një turp i vërtetë si letër nga Ministria e Drejtësisë amerikane. Dhe unë që ju thoja, ajo thash do flishim Shqipnin me budalliqtë e juaja. Dhe fituam gjyqin, kuptohet. Ti e di që do gjyqin e fitojmë gjithmonë, liria e shprehjes është pika më e fortë e studio ligjore. Këtu kemi kaput mes çdo lloj palë. Se kam qenë, unë prandaj jam avokat, kam thonë, s'kisha lekë më pagu avokat, kur mësoj Montessori si me gjyqje, në 2008 mora licencën, se kisha qenë 2005, 3 vjet u pagu avokat. U mora licencën, më veten tim, më thash. Kupton se e kam rrugën e gjatë. E kam rrugën sharrës në atë kohë. Dhe po të shpjegoj që në rastin konkret, po. Shqipëria, në moment që do futet Skënder Hitaj me budallet e vet në Google për të mbledhur informacion, po shkelin ligjin. Tani ti thon në momentin që do futen, a janë futur? Bravo. Janë futur? Futur. Dhe në momentin që këta futen, kanë shkel ligjin se duhet i drejtohen zyrtarisht kompanisë. Po vjen në rrugë për të drejtuar zyrtarisht kompanisë kush është? Ministria e Drejtësisë, i drejtohet Ministrisë e Drejtësisë të vendit ku ka selin. Dihet këtë selin në Google në Shqipëri? Jo, nuk ka. Po. Pra, këta kanë shkelur protokollet ndërkombëtare të marrëveshjeve ndërkombëtare. Ka të fut hundët të një kompani, po kupton logjikën, duke mbledhur informacion personal të klientëve të tyre, duke shkelur ligjin shqiptar. Procedura duhet ishte Ministria e Brendshme gjen bazën ligjore dhe i drejtohet Ministrisë së Drejtësisë shqiptare. Ministria e Drejtësisë shqiptare drejtohet Ministrisë së Drejtësisë të vendit ku ndodhet selia Google. Nuk e di në Irlandë, në Amerikë është. Ajo i drejtohet Ministria e Drejtësisë e huaja i drejtohet kompanisë. Kjo quhet si thosh porosi. Kështu është me porosi, letër me porosi. Si ka mundësi që nuk ka çeduar me i vën ose të ketë pasur një oponent ose një kundërshti, domethënë se këtu është ankuar Luca për shembull, ose një po, Luca. Është ankuar ai
te Rama për shembull. Rama ka shkuar te drejtori i policisë ose Ministria e Brendshme dhe pastaj ke drejtori i policisë. Si ka mundësi që njëri nga këta nuk e ka kapur dhe ti thotë olla si kjo procedura dhe ne do të çdojmë do dalin do bëjmë gaz i botë. Duke se s'pas kuptuar. E kupton ka kush drejtori minore. Ore ti që thotë Rama re, pse u ligjet tonë të na pengojnë neve? Është Enver Hoxha më burrë. Nuk kanë pikën e minimumit të qartësisë juridike, sepse këta jetojnë në një botë tjetër, në botën që ligjet janë armët e tyre kundër nesh. Dhe duke qenë se ata nuk kanë rrinë dot, ti menaxhojnë mirë këto punë, shkeni ligjin rregullisht. Po pse kanë arritur në këtë pikë ato avokat që sepse është acidi, është protesta. Edhe ta shpjegoj. Jo, ndër vite, pse kanë arritur që ta bëjnë ligjin si duan vetë, domethënë, ndërkohë që ligjet nuk janë vesh të këqija. Më të Po, okay, atë po them që janë abuzimi që këta bëjnë. Po. Sot me ligjin vjen për fakti se deri dje nuk e merrshë veshti. Se s'kishte reagim publik. Dhe ndërkombëtar mbroni Ramën gjithë. Kjo kisha, po. Pra gjithë sistemi ishte me Ramën, gjithë kishim kundër. Dhe kur flisja unë, kudo flisja ke Altini, ke Rruga se censura, vetëm ke faksi më jep mundësia. Dhe më dal ke syri që televizion opozitar, më kupton logjik. Tek këtu ndonjë ftesë kështu, ke parasysh me pikator. Tani koncepti është që kanë ndryshuar gjonat. Dhe në këtë fushë vlla këtu e mret vetëm. Rrotulloj kështu me hitajt me Ramën e me gjitha çakaj. Në këtë lloj kuptimi po të shpjegoj që gabimi që kanë bërë këta është që kanë rënë sy ndërkombëtarisht. Dhe kanë rënë sy si njerëz që mbledhin të dhëna për ndjekje të 10.000 qytetarëve në Shqipëri. Pra kjo është ajo që quhet buj. Pra kjo është varri, kjo është ajo, ke parasysh bëjnë grop për ne e havet. Bëjnë grop për ne e havet. Do thosh dikush Altin po thuhet janë gjithë me Rama. Po pra po kanë ndryshuar loja këtë po ju shpjegoj. Ka ardhur një moment që thuhet po lëshojnë Ramën. Dhe arsye pse po lëshojnë Ramën, pjesë, varet nga tuajt, varet nga nivelet, janë diplomatike, janë politike, janë ushtarake, janë policore, janë hetimore, janë biznes, janë mediatik, nuk ka rëndësi më, të gjitha ekzistojnë njëkohësisht, duke e zhbër dhe duke e lëshuar, më kupton logjikën. Pse? Për shkak të acidit që ndodh çdo ditë në orën 7. Pa, kjo është ajo pra, si po më rënqetet mishi me këtë. Këtë do të kuptojmë ose ju që thoni gjithë me ç'a duhet kjo, duhet ajo, ç'a do bën ju. Ore ti ç'a po bën më valla? Ti që e thua këtë, ti ç'a po bën më valla? Ti bëj diçka tatën më burr. Ti ç'a po bën? Këto njerëz që thon këtë, ti ç'a po bën? Pse duhet më udorzu? Pse duhet të thon? Ai po pordonon, ti më thua jo po nuk lëviz herë komë ato valla, lëviz herë komë, shtyje herë thu jo, nuk lejoj. Ju që mungon me arsye e ka fal Zoti. Çdo kush nga ju që ka mundësinë të vi, do të mendoj që po serdh do mungon një kohë vacili. Ora mos hajde as për Altina, as për Altina, pra si tjetër, më hajde për veten tat, më kjo është ajo që kemi thënë që në fillim. Jo, ti që ke mundësi të vish. Flas për atë që ka mundësi të vi. Pra, e ka mundësi të thotë që e ka kohën me ardh, se ka rob që në verë kanë dhe shumë angazhim. Unë isha me ideal, po kthesha nga Saranda, një protestues që kam njohur protesta prej 7 vjet, kod studentëve. Që e kam i kuroj gjithmonë, kam bëjt e kam mbrojt kur e përsekutonin këta nëpër komisariate, shërbimi prove etj. Edhe i qante zemra se s'vinte dot protestë, punon në Sarandë në periudhën e verës. Më kupton, do nxjerrë lekët e jetesës. Edhe i qante zemra, mos e vrit mendin thoshte. Ajo që ke bërë ti 2018-19 në kohën e pandemisë që ti je një heroj i Shqipërisë. Është rezultati këtu. Ori thash ti je heroj i Shqipërisë thash. Ajo që ke bërë ti me Andrea Bregun, me këtë mikun ton Kuçukun, Arion Kuçukun. Që ta i punonte kamarera atje dhe i shkreti thoshte, se lidheshin telefon, doja të vija dhe unë protest, po punojnë atje, janë detyruar. Thashë, ju jeni heronjtë e Shqipërisë, ju keni shpëtuar çunat dhe gocat e Shqipërisë, gjithë fëmijët e Shqipërisë kur përplasën dyert e universiteteve me rojet, policët për të mos i dhënë vaksinim. E kupton çfarë çunash po flas? U qante zemra. Po un po them për ju tjerë që nuk e keni këtë pengesë. Ata që thon këtë pra. Ju që se keni këtë pengesë, që rrinin kafe. Po i hiqni një kovë aci, po i zgjasni një ditë tjetër Ramës. Jeni një kovë me acid që tret atë, që gërryen atë. Është efekti acid. Çdo ditë, çdo kush nga ne është kovë acidi. Kundër Ramës, kundër sistemit, kundër të keqes, kundër planit për zhdukjen e Shqipërisë. Pra ne jemi sitush me trupat tan prezent, s'po na kërkon njëri të ftojmë si në Kosovë, me armë dorë. Po na kërkon që të jemi aty se numrat ton krijojnë këtë efekt. Këtë që sapo tregova me fullishjen e Skënderhitajt në gjithë nivelet ndërkombëtare, sepse është kapur budallaj, duke përdorur shtetin për llogaritë Ramës, që të mbledhi në mënyrë të palishme të dhënë 10.000 njerëzve në Google vlla, në rrjetet ndërkombëtare, që se bën dot pa marrëveshje dhe pa vepruar sipas ligjit.
Pra kanë mbledhur dhëna për shqiptarët, ku ata nuk të lejojnë të mbledhësh dhëna, përveç se kur ka një procedim penal i bazuar në një bazë ligjore. Baza ligjore përcaktohet nga neni, pra për cilin nen, kur ti thua, po e bëj me nenin e mashtrimit, ndërhyrjes së tjera kompjuterike, ata thënë pritet valla se nëse ka avokatët më të mirë në botë ka kjo kompani. I ka më të mirë se edhe punojësit e ministrive. Pse? Se ti di sa i paguan Google-i. Juristët e vet. Po. Janë ndër më të paguarit në botë. Janë kompanitë më të fuqishme juridike në botë. Dhe kur vjen puna ke elementi kompjuterik, janë number 1 në planet. Tani, këto kompani që kanë këtë sistem juridik mbrojtje, me këto shtete që kanë këtë sistem juridik mbrojtje, kur shohin këto karagjozët tan, thonë ore, këta janë fizulush që vinë nga pylli, apo janë juristë dhe drejtor policie të përgjithshëm. Pra ky gomar ka folliqur veten në nivel ndërkombëtar me idiotësinë që ka bërë. Tani pyetja thotë dikush, po jo se këta ndërkombëtarët janë me këta. Jo, pra jo. Jo. Po, do dalim vetëm ke një shtet që ndoshta mund të jetë me ta. Ora mund të kesh shumë shtete që janë. Jo, do kalim te Francat, kalim te francezët mund të jenë. Po nuk është gjithë bota. Dhe arsyeja pse nuk është bota, është se Rama shkëtuar në kost në një problem. Në shkëtuar problem për ata. Në shkëtuar virus për ata. Dhe neve kemi detyrë të tresim Ramën çdo ditë në mënyrë që tretja që ne i bëjmë ditën që do ta bëjmë kështu Ramës, pra masi e tresim, më fal, do tretë, fufore do ja bëjmë kaq, që ti ke fap kaq. Në këtë moment ne kemi nevojë të vazhdojmë procesin ton të tretjes ti, duke i tretur Skënderij Hitaj, duke nxjerr Karagjos para gjithë ndërkombëtarëve në aspektin policor me përgjimin e 10.000 shtete. Tash çfarë është 10 përgjimi 10.000 shtetësve? Se tu fillon një muhabet i ri. Konsiderohet një nga standardet më të rëndësishme mos përgjimi shtetësve për arsye politike. Ta shpjegoj fjalën politike. A është kjo protestë politike? Shpërndajeni live-in. A është kjo protestë politike? A ka pas në Shqipëri protestë politike se kaq? Asnjëherë. Është protestë politike në histori. Tash këtë protestë politike në histori. Kemi qeveri që kërkon të përgjojë 10.000 vet. Që ditë ata që janë kundërshtar të qeverisë. Arsye pse po veprojnë apo ja. Tani pyetja është, në momentin që ti ke filluar të kapësh emrin e një personi si Altin Goxha, që është një që ka bërë review, ti ke shkel ligjin aty, jo marr Altin. Se duhet të kishe bazë ligjore ta bëje me këtë gjë. Duhet të kishte nën. Dhe çfarë bëri ky gomari? Për të larë atë me atë, më në meshën. Shkon gomari thotë ligji shpifjes, vendi shpifjes. Kanë shpifur. O idiot. Po shpifja sipas ligjit shqiptar kërkon një palë që quhet viktima në këtë rast, e cila duhet të çojë në gjykatë dhe në prokurori dhe në polici çështjen, ta shpjegoj pak. Sipas ligjit shqiptar, neni shpifjes nuk bëhet me prokurori dhe as me polici. E ka të ndaluar me kodin procedurës dhe kodin penal. E kanë përcaktuar me qartë. Duhet jetë me iniciativën e viktimës, që nuk i drejtohet policisë shtetit, nuk i drejtohet prokurorisë, po i drejtohet gjykatës. Pra, Luca, po themi, duhet bënte një paditë drejtuar në gjykatë penale, ku faza parë është legitimiteti i palëve. Ku Luca nuk mund të përdorte dot policinë e shtetit dhe as prokurorin, ta shpjegoj pak këtë gjë, për të mbledhur dhëna persona, për të siguronte vetë. Kur shkon Altini në gjykatën penale për nenin e shpifjes, si paditës, pra si avokati i viktimës, apo si viktim, apo si i paditur, apo si i akuzuar, e ka të ndaluar që pa mbyllur përpjekjen personale për të mbledhur të dhënat e identitetit të paditurit, të veproj një institucion tjetër. Ta shpjegoj pak. Shkon ti në gjykatë penale, të duhet të gjesh Altin Tufën. Që të gjesh Altin të duhet adresa e shtëpisë. Më dëgjon Altin. Për të gjetur adresën e shtëpisë, ti duhet i drejtohesh me një letër zyrtare institucioneve të gjendjes civile. Pra masi ke gjetur emrin e Altin Tufës, do të drejtohesh gjendjes civile. Nëse ti do shton, për ta gjetur do i thosh gjykatës, pa dis filanin, të dhënat ja ku i kam, mungon adresa e shtëpisë sepse më refuzon gjendja civile, se më thotë duhet me vendim gjykate. Dhe gjykata në këtë moment angazhohet me gjetë adresën. E kuptove se muhabeti po bëjon ty. Kishte ndonjë polici shteti këtu? Kishte ndonjë prokurori këtu? Më fal. Ç'pun ka Luca që të angazhoj Skënderij Hitajin për nenin e shpifjes? Ky quhet abuzim total me të tyre.
Se s'e ka ndaluar ta bëj këtë gjë, do ta bëj Luca vet. Dhe Luca kur të dështoi për ta bërë vet, i drejtohet gjykatës që ta ndihmojë të gjetë dhënat dhe gjykata nuk angazhon prokurorin dhe policinë, por gjendjen civile që të gjetë dhënat. Ku emrin ta gjej Luca? Emrin, jo prokuroria, jo policia. Pra Rama ka vënë shtetin në dispozicion të Lucës. Këto kanë konfirmuar ato që është thënë ndër vite, që këto janë ushtarët e këtyre oligarkëve. Këta kanë vërtetuar që Rama ka ndërtuar një band që quhen oligark nga PD-ja, po janë oligark vetëm për PD-n, sepse për Ramën janë Zara, me cilën ai kontrollon pasuritë e Shqipërisë dhe buxhetin e shtetit dhe ka ndërtuar qeverinë kartel që të kam thënë. Në këtë logjik, abuzimi i dytë, mendimin e shpive që ka bërë ky idiot jon, Skënder Hitaj, e ka fëlliqur totalisht sistemin policor. Policia në shërbim të disa individëve për të mbledhur të dhëna për qytetarët që të duan nesër aty në gjykatë për shpifjen. Po që nuk mund të rritet policia dhe prokuroria. Pasi ti shkon në gjykatë dhe ngren atë, bëhet seanca pajtimit. Është me ligjëre. Do të vi Luca dhe ai që akuzon Luca. Do të ulen përballë në gjykatë. Pa u bërë kjo gjë nuk fillon dot gjyqi. Që seanca pajtimit. Sa qesharak që. A kupton ti për çfarë po flasun sot, se këtë e ke surprizë, sot është era e parë që thuaj këto gjëra. Si ti kupton, në podcast kemi lirinë e shprehjes. Tani pjesa më interesante që sa histori është që është Luca, është Rama, është Skënder Hitaj. Dhe këtu është një arenë e madhe me spektator, që janë gazetarët huaj, shoqatat huaja, të drejtash njeriu që vdesin për kështu mëbë, se kanë nevojë, kështu i bëjnë lekët. Me kështu budalliqesh, me kështu idiotësh dhe bëjnë lek me projekte ata. Ky monitorojmë drejtat e njeriu. Shqyra doli punë. Bonin na gjë. Tash fillojnë europarlamentarët, eurodeputetët. Fillojnë në organizatat. Filloi. Tani ky është një spektakël, vëlla, që ne kemi 3 budallë në mes të arenës dhe ata që gjujnë me domate këtyne, jo ne me pjeshka deputetëve. Janë të huaj që po i gjujnë këtyne se po fliqen. Pra mendoj çka ka bëj idioti. Për një kurth që u ngrit nga protesta, që u goditën disa Luca, që unë po gjykoj ishte drejt apo e gabuar. Sinqerisht gjë. Nuk po merrem me këtë temë. Këta ranë me i kurth dhe u fëlliqën para gjithë dynjas. Tani më thoni mu, po mos ishte protesta kaq aktive, e përnaqshme. Do i dëmtonte dhe do kishin vepruar këta, nuk do Ishin kaq. Pra, protesta çfarë bën? Protesta prodhon një energji që Zoti na shpërblen. Me kuptuat ku e kisha. Ne jemi milingona, kemi marrë nga i piku me fik zjarrin pyet apo. Ne e dim që zjarri jon, pika jo në ujtë, duke shkuar për ta fik zjarrin do thahet rrugës. Por ne megjithatë po shkojmë drejt pyllit. Pse? Është qëllimi, njëti. Se ne e dim që ai lart po na shef. Dhe ne, të gjithë si milingona, në vend të pikës ujit kemi marrë një kovë me acid. Për të gryer këtë përbindësh metali, që është ngritur mes stiveni si kuçeder, që po na ka zënë ujin, na ka zënë gjithçka, do që na përzej. Dhe Zoti na shef. Dhe vepron. Pra, kur ti pyet, ore pse janë kaq idiot? Ore ja merr mend Perëndia o burrë. Bën idiotësira që janë harroj se sa të vegjël janë, sepse deri dje kemi folur se sa të poshtër janë që shkelin dhe ligjin. Jo, nuk po themi këtë sot. Janë kaq idiot po themi, sa fëlliqen duke shkelur ligjin. Pra po dëmtohen duke u izoluar dhe duke u neutralizuar çdo ditë nga pak. Nga gjitha organizatat ndërkombëtare, nga të gjitha institucionet ndërkombëtare, si shkelës kronik të drejtave të njerëzit, sepse kanë cënuar idiotët, linë e shprehjes, në një spektakël duke shkelur vetë ligjin. Pra duke ndërhyrë në sistem. Këta ndërhyrë si sistem. Ma kuptove se kanë mbledh dhëna që s'u lejohet të mbledhin. Nuk u lejohet. I vetmi kush që këta të mbledhin dhënat, sipas ligjit duhet të kesh një nen që ti je i dyshuar se e ke shkelur, në bazë të dyshimit të arsye që të drejtohesh kompanisë për të mbledhur këto dhëna. S'mund t'ia vjedhësh kompanisë dhënat e individëve, kuptove logjikën. Tani fillojmë. Momenti që Jo, vetëm për atë që e kalove pak kështu si veprim, si e gjykon avokat për këtë që u bë thirrje dhe u bë kjo gjëja për ti goditur, domethënë, këto oligarkët tek bizneset e tyre me këto ratet e review-të e vogla. Unë jam dakord me godit Lucën në parim. Po nuk jam dakord që ti marrim gjithë bizneset ne vetë në njëri i përdor dhe për keq. Unë nuk jam dakord që të goditen hotele ndërkombëtare, ta them troç. Hotele kompanive ndërkombëtare. Dhe ka pas edhe emra hotelesh kompanie ndërkombëtare. Fal vëlla. Mos exagjeroj. Kur thotë Luca
na ka shpall luftë në përmjet biznesit ti. Pse në përmjet? Po ku ka po podcastin Luca? Ke biznesit ti. Çfarë thot ke Luca ke biznesit ti? Ke podcastit ti? Shano vendon shqiptarët e çesi. Të ky biznesi apo në fëmijë 14 vjeçar? A kemi drejt ne të reagojmë? Apo tash ky biznesi, a ka vjedhur një kodër ushtarake për tunele në Shqipëri? Ja ka dhënë Rama apo? Ky biznesi vlla, a po përdor parat për të ofenduar protestuesit? Pra për të bërë review. Po vetë na ka vjedh, po edhe na ofendon. Po review negative nesh. A do I përgjigjemi? Ky është debat vlla. Dy palë për palë. Po jo tash marrim ca hotele dhe aty bim. Shkon kjo. Po se ka ndodhur edhe keq kuptime edhe me emrat. Pikërisht. Madje unë kam marrë njerëz në telefon që vend duke goditur, duke dashur për të goditur një biznes të këtyre kanë, për shembull për rastin e biznesit të Noizit, kanë goditur një biznes tjetër që ishte pak a shumë I ngjashëm. O vëllai na çut fund fare dhe kush e ka bërë këtë? Po falimentimi bën dëm pa parë kompanisë. Që do thot, këtu duhet edhe një tru dhe këtu është detyra edhe atij biznesit. Ti thotë o vëlla, ju që më keni bërë review negative. Keni rënë qaf kocë nuk jam mund. Më kupton logjikën. Dhe njerëzit duhet shkojnë ta korrigjojnë atë që kanë bërë. Po unë po merrem këto janë dhe defekte që ndodhin në luftë. Diçi të njohim me thatë. Unë po merrem se si ka rënë kurth, sistemi jon I këtyre idiotëve. Okej, që ta mbyllim këtë temën e Edhe e treta, merremi çik me momentin kur deputetët javës si kaloi. Më fal, policia para 2 javësh goditi me dhunë protestuesit, provokoi sherrin dhe I futin në burg një 18 vjet, apo edhe I nxori gjithë pastaj, apo. Hajde ndalojmë pak këtu. Policia po tregonte forcë apo jo? Çka ka ndodhur nga ai moment deri më sot? Dhe kjo është fitoria. Kjo është arsyeja pse ka kuptim protesta, që ta kuptojnë gjithë ata që kanë dyshim për rrugët që po ndjekin. Sot ne jemi zgjuar nga gjumi në orën që kemi pas planin ton për punën tonë. Jemi zgjuar nga gjumi, ke shkuar punën tonë. Në një orë caktuar, dikush ka shkuar këtu, dikush atje. Ca njerëz me mu shkon bashkë me ty në orën 1 ke spaku. Më fal, po ju e kuptoni çka ka ndodhur sot gjatë kohës që ishim punë tonë? Është mush me më shumë polic parlamenti se sa protestë që kemi pas para 2 javësh. Është bllokuar hapësira publike, ke pedonali aty, nuk lejohesh në qinorën 8, nuk lejohesh njerëz të kalosh. Toni që mint që janë brenda kanë frikë me hyje me dal. Kjo është fitoria e protestës. Pa shku hiç, as I ka shku mend njeriu me shku. Ata dritën, na sindi policia do na gjujnë me pjeshka me vezë. E kuptoni se fitore është. A e kuptoni sa kuptim ka gjithë kjo punë që bëjmë? Ata qelbësira që kanë miratuar çdo ligj me shpopullu Shqipërinë. Kjo është dhimi, ha? Kjo është. Ata qelbësira kanë filluar të kenë frikë me hyje me dal nga parlamenti dhe marrin gjithë policinë e shtetit dhe çojnë aty të që të bëjnë punë të krimit. Kjo është ajo që po ju them, pse ka vlerë çdo ditë e protestës. Parlamenti bosh më punë, parlamenti bosh brenda, si ka mundësi. O vlla, fakti që ata kishin kaq shumë policë, duhet të jetë që ne çdo të enjte, çdo të duhet të njoftojmë për protestë ke parlamenti. Aty është ngjarja. Kjo është, ne kemi gjatë plagën aty. Kjo është plaga. Dhe s'ka nevojë hiç shkojmë. Po. Po më tepër. Që kur të shkojmë ti që e papritur, që ata të rregull. Edhe ke frikë me shku. Pra dhe herë, ne çdo të duhet të jemi ke parlament duke mos qenë ke parlamenti, mjafton që shkojnë policët dhe trujnë mijë brenda, që janë deputetët. Dhe ju më thoni mua nuk ka vlerë kjo protestë paqësore. Ja pra që pas ka vlerë. Ja pra që ata deputetë kanë frikë me hyje me dal. Sa sillin gjithë policinë e shtetit brenda dhe janë bërë kaq sharak. Ke parasysh rob të shku për punë vet, ktheshin kokën shif policët. Çfarë ishin ai protestues, policët mos erdhën këta. Policët shkres kanë fajur, komandantët. Ndërkohë deputetët futeshin me vrapdishin, këte e dishin andej, ke përse mos ta vinë ta gjuajnë. Ata kanë frikë vlla të ecin rrugëve të Shqipërisë, mos hanë kokërve. Mos hanë pjesh, në domote. Kur shkojnë në plazh, do kenë frikë me net me popullin plazh, me kalum xhiro. Po pse më nuk është ka fitore? Po ja pra kjo është fitore, do thotë ju bëj urzuar ama. Ora po kështu po zhbëhet më, s'po e kuptoni. Po zhbëhet. Po është acidi jon. Ne jemi me kovë acidi çdo ditë kur marrim pjesë aty. Po grrym këtë metal. Këta arrogantët, këta fodullët, që me paret tona na kanë shkel me kom dhe po na përzeshin, janë bërë si mi kanë frikë. Keni pa miun kur ecë rrugë? Sa shefti një shef miu, ty dhe ik me vrap miu, ato ke parasysh. Se mos I gjushti me gur. Pse ku ndryshon skena?
kur na shef ne protestuesin, deputeti. Identik por si miu. I thashë vikën. Kjo duhet të vazhdoj. Të kthehet në Yes, kjo ishte e gjitha. E kuptoj pse kishte rëndësi kjo që po thoya sot 3 shembujt. Ju mora një. Keni US 4 milion euro që ne të na bëjnë reklam dhe herë botërisht. 2. Krimi kibernetik gjoja dhe shpifja që fëlliqën policinë e shtetit dhe i kanë dhënë një goditje shumë të madhe në imazh dhe standard dhe bashkëpunim në raport me drejtë dhe drejtat e njerëzit, sepse ata kanë sanksionet e veta në raport me veten, po të përfshihen në pisëqe këtyre idiotëve me shkrenën e drejtave të njerëzit. Dhe e treta, deputeti ka frikë me dalë. Më fal, nuk janë këto 3 prova të një jave të vetme. Të një jave të vetme. Se si po funksionon rrethimi i kryeministrisë. Nuk po bindeni që ne po kemi vërtet rezultate punën tonë.